do të flasim për artin dhe për një instrument të veçantë të cilin e zotron Shega Krasniqi, që kam krasin ta kem në studio. Mirë se erdhe, Shega. Faleminderit për ftesën. Fillimisht me përemrin shumë i bukur. Faleminderit. Shega, ty të pëlqen të merresh me muzikë? Po, më pëlqen shumë, sepse është ëndra ime të këndoj para një publiku të madh, edhe jam bërë një muzikante. Je bërë një muzikante, më trego kur filloi gjithçka? Kur ka filluar gjithçka, u kanë siç më kanë tek shtëpia ime, edhe jem kanë duke kënduar këngën Adele, I Set Fire to the Rain, edhe tani mami më ka zgjidhur talentin dhe më ka çuar në shkollën Prenkjakova. Dhe aty tashmë i duke vazhduar. Që 6 vjet. Pa diskutim që të jesh pjesë e kësaj shkolle, patjetër që do të zotrosh edhe ndonjë prej instrumenteve që ti besoj tashmë pas ke bërë për zgjedhjen tënde, është flauta. Flauta është. Pse flauta? Sepse është një instrument frymor, edhe e ka zonin e qetë për shembull si bilbel. Do të thonë notat i qetë si bilbel, edhe më pëlqen. Ka qenë e vështirë në fillim ta zotrosh? Pa ka qenë, sepse atëherë unë nuk kam ditë qysh me përballu. Menaxhohet frymorja ndoshta. Do të me përcaktu frymorjen në për notat të ndryshme, edhe do të me lujt edhe do të me qenë notat e partitura, kështu që e kam pozër. Po tash që jam mësune, me mësuesin time, zona munishin e kam më atlete, më thonë mësu. Dhe më thënë një mësu ti koordinosh të gjitha dhe në fund të arrish atë rezultatin që duhet. Kur i kemi të bëjmë me instrumente, ne gjithmonë e mendojmë shumë diçka e bukur, të luash një instrument, por nuk është as pak e lehtë. Jo, nuk është. Këto ti luash gjitha ato nota, të bësh atë sinkronizimi, nuk është as pak e thjeshtë. Më trego sa punë të duhet ty gjatë ditës, gjatë javës, në mënyrë që të jesh në nivelin e duhur në zotrimin e flautës. Më duhen që dhe me thonë një ditë për me ushtru, sepse mu ma kap shpejt flautën, nuk është që nuk di, po që ashtë të jem një lloj tipi vetë që e përballoj flautën. Okej, nuk e ke të lashe? Jo. Kemi marrë pjesë ndoshta edhe në gara të ndryshme të muzikës? Jo, nuk kam marrë. Po të shoh çmime këtu? Jo në flautë, po kështu me këndu, e ka marrë çmimin këto, ka marrë në Strug. Okej, me këngë? Me këngë, kam këndu, me këngën time të dytë, Zemrat tona janë njësoj, cila e ka bo tekstin edhe këngën Dafina Smojli, që më duke ushtru me ta, edhe orkestrimin e ka bo dirigjenti Hajër Rasyla. Edhe kjo vjen bashkë me Mirë Njue, që quhet Peshku i Artë, këto, edhe ka marrë vendin e dytë. Edhe këtë, u kanë një fest, dhe më thonë një festival shumë i mirë. Diamond Fest, Po, Diamond Fest, e cila këtë e ka mërë me këngën time të parë, e cila quhet Koha pa ekran, edhe këtë tekstin e ka shkruajtur mamoja ime, edhe ndërsa këngën edhe orkestrimi dirigjenti Ajër Rasyla. Dhe që vjen bashkë me këtë çmime. Me çmimet të cilën e ke marrë. Në rregull. Më trego të jesh në skena të tilla të festivaleve ku ka shumë konkurrencë, ka shumë audiencë, dalësh të performosh para një audiencë shumë të madhe, si të bën ndihesh? Unë dina mirë, dhe më thënë kam pak emocione, se unë e thamë e vite mos po ka bëj ose ndonjë gjë, po e di që tash kur kryet, tash nuk kom bë asnjë gabim. Kjo të bën ndihesh mirë. Po. Sepse dhe të këndosh është punë qete, po mund bëhen gabime. Po, pak. Ka pëlqyer gjithmonë të mirësh me muzikë, të këndosh? E sheh si profesion të së ardhmës? Po, e sheh sepse kam qef me këndu shumë. Edhe tekstet mendon ti shënosh vetë në të ardhmen, apo më shumë pëlqen të vetëm ti këndosh? Të shinoj vetë, dhe me thonë tekstin si çfarë unë e du, çfarë më nevojitet, çfarë më me bo, edhe këngë vetë. Po më trego pak kjo çështja kur kemi të bëjmë me muzikën, qoftë me zotrimin e instrumenteve, qoftë me këndimin, dikon shumë edhe disponimi?
Pak po ndikon se duhet tash po flasim pak të flauta se kur duhet tash me dalë para koncertit, apo den mu më drina komplet dhe tash mu ase nikët prej menjes, amo tani pas taj të lujt, tani bëj dhe gabime vogla, amo publiku nuk e din që unë e bëj gabime se si morin vesh notat, nuk i kuptojnë. Po gjithsesi vazhdimisht ti arrin ta kontrollosh veten edhe më nuk bën gabime. Jo. Po gjithmonë janë ato emocionet e para që ato të dridhura që din me t'jep emocione dhe pastaj stres patjetër. Po stres pozitiv sepse është stres i përgjegjësisë, sepse ti dëshiron me dalë sa më mirë, sa më bukur para audiencës. Trego Shega, e zotron ndonjë instrument tjetër përpos flautës? Flautës, lahutës. Flautës. Ndonjë instrument tjetër? Po, në luj piano, edhe e kom vetë kanalin tam YouTube. Edhe me piano, dhe me thonë, unë e kam synth. Piano po si synth. Unë aty bëj këngë melodit mija, i cilat i kompozoj në YouTube, edhe bëj melodit ndryshme. Pra kemi kanalin tënë, të cilat pastaj i publikon në YouTube edhe në rrjetet tjera sociale. Të kanë ndihmu, si po ju, si themi artiste re këto rrjete sociale, si isha janë ndihmes, ndoshta edhe mund t'jenë edhe sfiduse, penguese, si ke vlerësute? Se din të kemi komente të ndryshme, pastaj edhe nga njerëz ndoshta nuk kanë vesh muzikor, nuk kanë njohuri për muzikën, ndoshta kemi gjithë shka në rrjetet sociale, si të ka ndiku ty njëtën të janë dukur si ndihmes, apo ndonjëherë din t'jenë të vështira? Si ndihmes. Si ndihmes, më shumë si ndihmes. Po familja më drego edhe rreti, si i presin këtë talentin tënd me muzikën, me flautën, me pianon? Po, momi jam edhe bobi jam, janë shumë krenor për mu, se unë e kam një zonë, dhe me thonë të mirë, gjithë luj instrumente flautën, që përmena edhe e përzit, a më shumë kom qef me lujt, dhe me thonë me knu në tartë, kështë që kanë qef me më po më tartë. E ke mbështetjen e plotëve? Po, për kërën shumë. Ke dikën nga familja që mirët me muzika, apo je e para? O gjem, u mirë me muzikë, po hale mirët edhe tash qështë... Duket se është pak genetike, Po. Okej. Trego, do doja unë pa tjetër me të dëgju pak edhe në interpretim me që se kemi një flautën me veti, a mund të maluash diçka të bukur në emision? Do doni me shumë kënaqësi me dëgju. Faleminderit. Mere kohën tënde. A me fillu? Pa tjetër, kur t'jesh gati? Faleminderit, fantastike. Shega, më trego dhe për fund është më e lehtë për ty me punu me flautën kur je vetëm solo apo kur je në kor? Cila është më e vështirë? Kur jam në kor pak. Është pak më e vështirë, se duhet një koordinim më i madh. Po. Po, gjithsesi, me mësuesit, me shkollën, është gjithçka okej. Jepin edhe, ndjen edhe përkrajin edhe nga shkolla, apo besoj i përkrajin nxënësit, Po, sidomos shoqjet e mia.
përkrase. Kjo është shumë e mirë, sepse ne shohim që ndonjëherë janë ato xhelozi që di me qenë në shoqëri, por duke se ke një shoqëri shumë të mirë. Po, sepse kur jam në orën e muzikës, edhe tash arsimtara jeme, e muzikës më shtënë me dollë me kënu, tash krejt në zoncat, ma bojnë që dilë që ka që se te i kizonin me mirë, tani që isin me dollë me kënu. Edhe kjo të përmundim mirë, sigurisht. Shega, unë shpata shumë krajsimet pasat në studio, të ndëshëroj shumë suksese në të ardhmen, qoftë në flaut, qoftë në këndim, në ndrën tënde, edhe të na bësh një këngëtare, një artiste madhe në të ardhmen. Faleminderit. Shumë krajsimet pas në studio. Faleminderit. Me këtë interpretim